Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15. Nga rreshtit e Borës sot në mëngjes, qarkullimi në rrugët e vendit është i vështirësuar si pasojë e ngritësave dhe uljes së temperaturave. Situatë më e vështirë në mëngjes është paraqitur në aksin rrugor Prishtinë-Pej, respektivisht për aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, ku në njërin segment janë krijuar kolonat e gjata automjetësh. Megjithatë, gjatë ditës situata është nën kontroll dhe se Policia e Kosovës ka kërkuar nga qytetarët që të respektojnë sinjalizimin rrugor dhe të përshtatin shpejtësinë e lëvizjes me kushtet aktuale të rrugës. Situatë e rëndë me vërshime grumbullim të ujit po vazhdo në fshatin Lismir të komunës së Fushë Kosovës. Për të marrë më shumë informacione lidhur me situatën atje, ne në lidhje të drejt për drejt kemi drejtorin e shërbimeve publike në komunën e Fushë Kosovës, zotri Izja Mjeku. Zotri Mjeku, përshëndetje nëse më dëgjon, si është situata aktualisht në komunën e Fushë Kosovës pas rreshjeve dhe vërshimeve të ditëve të fundit? Gjendja me vërshimin komunën e Fushë Kosovës është tepër e rëndë, për arsye se kemi pas ngritjen e nivelit tut në lumin Sitnica, fshatat më të prekura janë fshati Lismir, ku jemi tash momentalisht, edhe kemi bën evakuimin e një familje. Gjithashtu janë të prekura dhe fshati Hens, Dobreva edhe Nakarata. Po këto janë fshatat më së shumti janë të prekura, mirë po për fat mirë, tash veç ka filluar të bjerë niveli i ujit komunën e Fushë Kosovës. Pas nevojë për evakuim të qytetarëve? A keni intervenu? Si? A ka pas nevojë për me largu qytetarë prej aty? Për evakuimin e qytetarëve kena intervenu fistak me parë në fshatin Lismir edhe në fshatin Vragali. Mirë po dhe disa familje në fshatin që janë ende të bllokuara, mirë po ato nuk ka dashur të tërhiqen nga shtëpitë e tyre. Edhe ne si shtab emergjent kemi bën dërgimin e ushqimit, pakove ushqimore, ujë të pishëm, për arsye se nuk kanë pas. Gjithashtu kemi bën edhe shpërndarjen e drunëve për komunitetet, komunën e Fushë Kosovës, edhe jemi nga dëshmëri pra kryetari i komunës me shtabin e non-stop janë teren të vëzhgu situatën edhe të i marrë gjitha masa që është e mundshme. Këtë njëkohësisht ne deshtëm të falenderojmë edhe të janë fiksit e Kosovës, Kekun, policin, edhe gjithë organet tjera që po e do më të shme. Të lutem, zotri Mjeku, sa i përket ujit të pijes dhe përmendet dhe ju dhe energjisë elektrike, apo arrin të furnizohen ai rajon, ajo zonë me ujë dhe energji elektrike? Po qëndja me elektrike është e mirë, për në qëndja me energji elektrike po të thuaj se është në gjithë komunën, tërsa me ujë të pishëm është e vështërsuar, të më në kotë e lartë të ndërtesave në qëndë përsi për shkak mungesës të ujit, mirë po sot veç është stabilizuar. Zoti Mjeku, unë të falenderoj, ishim me Izja Mjekun, zyrtarin komunal të Fushë Kosovës. Ne vazhdojmë rrjedhën e edicionit, rrugët në rajonin e Ferizajt, përfshirë edhe Kaçanikun, Shtimën, Shtërpcën dhe Hanin e Elezit, janë kryesisht të kalueshme për qarkullim. Sipas Policisë së Kosovës, i mbyllur për qarkullim mbetet aksi rrugor Ferizaj-Gjilan, konkretisht segmenti të fshati Sojev, për shkak të grumbullimit të ujit në rrugë. Automjetet që qarkullojnë në këtë drejtim udhëzohen të shfrytëzojnë rrugën alternative Ferizaj, Mirosal, Gjilan dhe Anasjeltas, ndërkaq rrugët në përfshatra janë të kalueshme, por qytetarëve u rekomandohet kujdesi shtuar gjatë qarkullimit për shkak të sasisë së madhe të borës dhe kushteve të vështirësuara atmosferike. Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, ka bërë të ditur se qytetarët duhet të respektojnë sinjalizimin rrugor dhe të përshtatin shpejtësinë e lëvizjes me kushtet aktuale të rrugës. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka bërë të ditur se si pasojë e rreshjeve të shiut dhe borës në rrugët që të dërgojnë në pikat kufitare Pejl, Kull dhe Prishtinë Mutivod janë të kalueshme por me vështirësi. Sa u përket pikave të tjera kufitare, situata është e mirë dhe automjetet po qarkullojnë pas një problem.
Gjithashtu, qendra për menaxhim kufitar ka njoftuar se nuk ka pritje të gjata në asnjë pikë kufitare. Zyrtarët të policisë dhe prokurorisë në Pej kanë njoftuar se sot në mëngjes një person është plagosur me armë zjarri. Policia më njëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe i plagosuri është dërguar fillimisht në emergjencën e spitalit në Pej dhe për shkak të natyrës së lëndimeve është transferuar në QKUK në Prishtinë. Zëdhënësi i prokurorisë së Pejës Shkodra Nikçi deklaroi për RTK se prokuroria më njëherë ka filluar hetimet lidhur me këtë rast, ku bashkë me policinë janë duke punuar në identifikimin dhe arrestimin e personave të dyshuar. Policia e Kosovës po ashtu ka arrestuar një person në Skënderaj në ndyshimin për organizim të lojrave të fatit të kundërligjshme. Sipas njoftimit të policisë, pas mesnatës, autoritetet kanë pranuar informacion se në një lokal në Skënderaj po zhvilloheshin lojra fati në kundërshtim me ligjin. Njësitë policore kanë reaguar menjëherë dhe pas identifikimit të lokalit, gjatë kontrollit kanë hasur 14 persona të cilët dyshohet se ishin duke marrë pjesë në lojra fati. Gjatë veprimeve policore janë konfiskuar një tavolinë pokeri si dhe pajisje të tjera të nevojshme për zhvillimin e kësaj veprimtarie të paligjshme. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka kujtuar 42 vjetorin e rënies së Recep Malajt dhe Nuhi Berishës, dy veprimtar të shuar televizjes politike dhe kombëtare shqiptare. Në një postim në Facebook, Kurti rikujton se mbrëmjen e 11 janarit 1984, policia jugoslave rrethoi një shtëpi në lagjen Vranjec të Prishtinës, e njohur sot si Kodra e Trimave, ku Malaj dhe Berisha ishin strehuar. Sipas tij, të dy rezistuan të armatosur dhe pas mesnatë u vranë, duke u shëndruar në simbol të rezistencës dhe flijimit për lirinë e Kosovën e asaj kohe. Kurti rikujton se dy veprimtarët kishin jetuar në ilegalitet që nga tetori vitit 1983, pasi ishin identifikuar dhe po ndiqeshin nga shërbimi sekret jugoslav. Ndërkohë sot në Gjilan fillon manifestimi tradicional Flaka Janari, që i kushtohet për kujtimit të veprës dhe sakrificës së Recep Malës, Nuhi Berishës, Kadri Zekës dhe figurave kyçe të rezistencës kombëtare shqiptare. Njoftimin për fillimin e këtij manifestimi e ka dhënë kryetari i Gjilanit Alban Hyseni, i cili ka shkruar në Facebook se edicioni 35 i këtij manifestimi përmban shumë aktivitete përkujtimore dhe kulturore në nderim të dëshmorëve tanë. Flaka e Janarit konsiderohet një nga manifestimet më të rëndësishme kulturore kombëtare në Kosovë dhe mbetet një simbol i përhershëm i përkushtimit për liri dhe identitet kombëtar. Vazhdojmë me sport. Në Superligën e Kosovës në basketbol, Ylli ka mposhtur Rahovecin 0-29 në Suarek pas një ndeshje të tensionuar. Ndeshja është ndërprerë për 20 minuta për shkak të incidenteve në tribunë. Ylli ka triumfuar ndaj Rahovecit 0-29 në një përballje të tensionuar, duke shënuar fitore me rezultat 94-80. Ndeshja u zhvillua në palestrën 13 qershori në Suarek dhe i takoi xhirës së 14 të Superligës së Kosovës në basketbol. Takimi u ndërprej përkohësisht në fillim të çerekut të dytë për rreth 20 minuta, për shkak të thyerjeve të tifozëve vendas në drejtim të basketbollistëve të Rahovecit 0-29. Loja rifilloi pasi një pjesë e tifozëve u largua nga salla. Ylli e nisi ndeshjen më mirë, duke dominuar dy çerekët e parë me rezultatin 22-16 dhe 31-16, çka i siguroi e përsipri 21 pikësh. Rahoveci 0-29 u rikthye fuqishëm në çerekun e tretë, të cilën e fitoi bindshëm 33-17, duke e rihapur ndeshjen. Megjithatë, basketbollistët e Yllit reaguan në momentet vendimtare dhe fituan çerekun e fundit 24-15 për të konfirmuar fitoren. Më i dalluarit e Ylli ishte Brandon Hoffman me 25 pikë dhe 10 kërcime.
ndërsa kontribut të rëndësishëm dha edhe Trevor Allen me 21 pikë, 6 kërcime dhe 3 asistime. Te Rahoveci 0-29 u veçua Kentrell Pullion me 15 pikë, 11 kërcime dhe 7 asistime, si dhe Fisnik Rugova me 9 pikë, 14 kërcime dhe 1 asistim. Kjo ishte fitoria e 5 e yllit në këtë edicion, krahas 9 humbjeve. Bilanci identik pas 14 gjirove ka edhe skuadra e Rahovecit 0-29. Protestat më të mëdha antiqeveritare në Iran po vazhdojnë, pavarësisht dhunës së regjimit, derisa bashkia ndërkombëtare çdo herë më shumë po i përkrah qytetarët. Raportet nga Irani thonë se protestat më të mëdha antiqeveritare në vite po vazhdojnë pa ndërprerje përkundër dhunës së ushtruar nga ana e regjimit. Sipas njoftimeve, vetëm gjatë natës së kaluar, protesta u shënua në qindra qytete, përderisa raportet e pakonfirmuara thonë se numri i viktimave mund të ketë arritur në qindra. Gjithashtu ka njoftime se në disa provinca, njësitë të tëra të forcave policore janë bashkuar protestave, ndërsa së paku 4 qytete janë nën kontrollin e plotë të protestuesve. Njëkohësisht, bashkësia ndërkombëtare çdo herë më shumë po i përkrah protestuesit, përderisa presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta ndihmojnë popullin e Iranit. Njëkohësisht, mediumet amerikane raportuan se presidenti Trump dhe kabineti i tij kanë diskutuar rreth opsioneve ushtarake që mund të përdoren kundër regjimit. Edhe Reza Pahlavi, djali i shahut të fundit të Iranit, dhe personi emrin e të cilit janë duke brohoritur protestuesit gjatë ditëve të fundit, u ka bërë thirrje qytetarëve që të vazhdojnë të mbajnë presion mbi regjimin dhe ka shtuar se së shpejti do të kthehet në Iran për t'ju bashkuar protestave. Ndoqët lajmet në RTK, faleminderit për vëmendjen tuaj, mirupafshim.